Alianca e Biznesit e vlerëson se nga vitin e vetë është duke përkeqësuar trendi i ndërmarrësisë në Kosovë dhe bizneset e reja janë më pak në krahasim me vitet e kaluara, kemi rreth 200-sh. Nëse e krahasojna 6 muajin e parë të vitit 2025, sa ishin 6.640 biznese, kurse tash janë të regjistruara më pak rreth 200 biznese. Dhe nëse flasum për këtë trend të rritjeve të bizneseve dhe nëse flasim për shurjen e bizneseve, ne këtë vit në shurje e bizneseve kemi mesatarisht dikon mbi 700 biznese të shuara, sipas statistikave, por sipas Aleancës Kosovare të Biznesit, numri i bizneseve të shuara, të pushuara dhe të falimentuara për 6 muajin e parë e kap mbi 2000 kompani. Dhe këtë ne e analizojna në bazë të fakteve në teren, në bazë të informatave që kemi nga dek të Aleancës Kosovare të Biznesit rreth e përqartë Kosovës, ku shumë biznese kanë ndalë aktivitetin e vetë, nuk qarkullojnë, i kanë lëshu bizneset ose lokalet me qira, kanë mungesë të fuqisë konkuruse, kanë mungesë të fuqisë financiare, humbën tregun, dhe gjithë kjo e bën që një biznes të vjen deri tek falimentimi. Dhe nëse konsiderojna këto biznese, sipas statistikave tona që kanë pasur 3 e ma shumë punësuar, vetëm 6 muajin e parë na kanë mbetur mbi 5000 punëtor pa vendet punës. Pavarësisht biznes të reja që e regjistrua numri tyre që është mbi 6000, këto biznese ende nuk e dim se a kanë fillu aktivitetin e vetë, sa kanë punësu dhe si është duke u zhvillu aktivitetin në teren me to, sepse janë të reja. Prandaj, shqetësimi më i madh institucioneve shtetënore të Kosovës dhe i Aleancës Kosovare të Biznesit është kur biznesi shuhet, kur biznesi falimenton, kur biznesi e mbyll. E them pse është një dallim i madh mes bizneseve të shuara zyrtarisht dhe bizneseve të shuara jo zyrtarisht, për shkak të procedurave që në Kosovë janë tepër të rënda për të shuar një biznes, dhe bizneset heqin dorë për të ndjek procedurat, por kryesisht ato janë biznese që janë mbyll, dhe ky numër është tepër i madh. Shumë qytetarë kanë shpirtin ndërmarrës dhe tentojnë të hyjnë në tregun e punës, tregun e aktiviteteve ekonomik, provojnë të hyjnë, nuk kanë informacione shumë se çfarë tregu është i Kosovës, hyjnë, disa kanë informacione të sakta dhe tentojnë të ballafaqohen me tregun. Dhe kjo është dhe kjo tregon se kosovarët me çdo kusht dëshirojnë të hyjnë në treg. Por shohin që nuk është e lehtë të kemi një aktivitet të rëndomt, karshi konkurencës është e jashtme, shumë e ashpër, duke përfshirë këtu edhe tentimi ose dekurajimi i bizneseve pse nuk është më i madh, për shkak se konkurenca është e ashpër, e padrejtë, energjia elektrike është tepër e lartë, politikat fiskale jo të mira, sa i përket financimit të projekteve janë procedurat të stërgjatura, po ashtu procedurat për licenca, sidomos për të marrë leje ndërtimi, për të marrë ndonjë licencë për gurthys apo për ndonjë fabrikë janë tepër të larta dhe këto janë dekurajim përderisa në vendet e tjera çdo biznes kur hapet i ri
ta marr shembull Maqedoninë, e cila është konkurrenti numër 1 për të thithë investitorët e Kosovës atje dhe Shqipëria, në një periudhë 3 deri 5 vjeçare i subvencionojnë pagat. Tek ne nuk subvencionohet asgjë. Tek ne tatimohet nga dita e parë e regjistrimit. Dhe kjo është dekurajim, ka shi shteteve të tjera. Prandaj, klima biznisore në Kosovë duhet përmirësohet bashkarisht me klimën juridike. Dhe kjo klimë juridike do të krijon besim më të madh, po në anën tjetër do të krijon edhe mundësi për investime të reja. Bizneset e reja mund të rriten në Kosovë, jo vetëm nga kosovarët, por edhe nga investitorët e huaj, sepse investitorët e huaj nga numri i kompanive të realizohen pak, do të ishte që tregu ekonomik i Kosovës të hapet, të trajtohen bizneset drejt, mirë, të krijohet besim në sistemin juridik, të krijohet besim në sistemin qeverisës, mos funksionimi i institucioneve shtetërore të Kosovës tash 2 vjet, në zgjedhje 3 herë, mos funksionim të parlamentit, qeverisë, gjitha këto janë dekurajim për investitorët e huaj dhe ata vendor.